Laçi ka realizuar golin e radhës me Rizesporin në Superligën turke. Mesfushori shqiptar barazoi sfidën ndaj Konyaspor, të vlefshme për javën 32. Ishte minuta e 18, ndërsa Rizespori sapo kishte pësuar gol. Laçi këmbënguli pas një mungese përqëndrimit e Konyaspor duke rikthyer edhe baraspeshën. Laçi rezulton të jetë padyshim lojtari më efikas i Rizesporit këtë sezon, dhe pse është mesfushor, qëndron si golashënuesi kryesor i ekipit me 7 gola. Po ashtu regjistron edhe 8 asistime. Kontributi i tij në 15 gola për gjatë kampionatit ishte dhe asisti kryesor i Rizesporit për mbijetesën. 30 vjeçari u transferua në merkaton e verës së kaluar dhe rezultoi investimi i duhur.